Në një mbrëmje të veçantë e mbushur plot atmosferë dhe ngjyra, ashtu siç është edhe simbolika e këtyre ditëve, ekipi i emisionit Fix Fare së bashku me drejtuesit e tij kanë festuar në Grand Hotel Europa festat e fundvitit, Krishtlindjen dhe Vitin e Ri 2015. Tash ne do ta çojmë për gjithë Fixin, për miqtë e mi të vjetër, por sot e kam edhe të ri. Unë ju uroj të gëzuar edhe përshëndetje. Ndallë parë do të çoj për mikun tim që e kam këtu në ekran, zotin Filip, ku sa herë më edhe për mu është nerë dhe knaci, ku për disa dhe herë rasti, këtu në Shkodër, të hoteli, ku unë disponoj, e kam nërmisht më të veçantë, më të nërumë që më një këtu vremë. Atëherë këtë shme dhe kam për të rritë. Direkt pasi një të dhe. Shme dhe qohë për ty, për Vasilike, për qunët, për mesën e vogël, për jetë gjatë, marsin familje. Zuar, në ka që kam, edhe të festojmë, jo sa ndë, po inshallah këto vite që vinë nga, nësë të varë dhe faqin të ndashtë, zuar. Agronin, unë e kam mikë të vjetër, që kur nuk ishte kryuar akoma leseja. Pastaj ma mori leseja, dhe bëri më të mirë, kuptohet, se nuk e se dëntojnë. Ai në përmjet si thuash, sjelljes, karakterit të tij, ka marrë dhe njerëz nga PD-ja dhe ka kthyer me leseje. Këtë ta them me fakte, me emra. Doni emra? Në rregull. Prandaj ta ngrem të doli për Agronin, për nusën e tij Belmën, për familjen e tij, dhe për miksin dhe shoqërinë e tij. Gëzuar Agron. Mysafir të veçantë me drejtuesit e këtij emisioni ishin edhe deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Agron Çela, së bashku me përfaqësues të kësaj force politike dhe prefekti Paulin Radovani. Protagonistët e këtij emisioni, ideatorët, ato që e rritën këtë program vit pas viti, duke e sjellë deri sot, festuan deri në orët e para të mëngjesit në shoqërinë e njëri tjetrit, në këtë darkë të mundësuar nga Grand Hotel Europa. Në këtë natë nuk munguan këngët, vallet dhe natyrisht pjesët humoristike mes protagonistëve kryesor të këtij ekrani, gjithçka ekskluzivisht e ndarë për ekranin e TV Një Channel. Kjo është torta më e bukur që do të ham, jo se kemi ngrënë, që do ham tani,
nuk është si torta e pavarësisë në Bashkinë e Tiranës, që usulet të gjithë të anë, është tortë e veçantë e Agronçelës. Për Fix Fare. Marzoshi. Me sarktimit pa fund të stafit Fix Fare në Grand Hotel Europa, nuk mungoj as trokitja e gotave së bashku me urimin për një vit tjetër të mbarë dhe plotëritje të suksesshme.